Mirëmëngjes, doktoresha, mirë se erdhe. Vit të mbar. Gjithashtu. Edhe për ju vit të mbar. Kolegu Berberina mendoj që ishte berber, po ande nga latinisht. Berberina e shumë... Emër i bukur. Është emër i bukur që vjen nga fisi i berberve? Jo, vjen nga fisi kineze, nuk e di. A kam pas berber ata me këtë emër? Nuk e besoj. Por është një suplement që bën mrekulli. Shumë i vjetër, por... Po qa është, rënjë, bim, lule? është, zakonisht a i shuhet një alkaloid, i themine, pra në formulimin kimik, i cili vjen kryesisht nga bimët dhe është përdorur shumë në mjekësinë kineze, shumë vjetër e më vonë edhe në ato indiane, por dekadat e fundit ka qenë pjesë e shumë studimeve shkencore, kryesisht në menaxhimin e asaj që ne i themi tolerancë e dëmtuar e karbohidratave, pra e sheqernave, por në disa raste deri edhe në trajtimin e fazave të hershme të diabetit, pra në nivele të moderuara të sheqerit, duke u spostuar nga ato medikamentet e para orale, pra që merren nga goja si metformina, tek berberina me dozat e duhura. E më vonë pastaj është përdorur, sot ka shumë studime edhe për menaxhimin e yndyrnave të larta, ose në pjesën më të madhe të rasteve, sidomos në moshat të mesme, ne kemi njëkohësisht prishje të tolerancës së sheqerit, pra kemi një glicemi që fillon të rritet mbi nivelet, po themi, të rritet pak mbi normën, po ashtu edhe rritje e kolesterolit dhe triglicerideve, që mund vjedhe nga mbi pesha, por në pjesën më të madhe të rasteve me rritjen e moshës, vjen edhe nga prishja e mekanizmave të menaxhimit edhe të yndyrnave, por dhe të sheqernave në organizëm, kështu që berberina përdoret njëkohësisht në këta persona për stabilizimin si të sheqerit, po ashtu edhe të niveleve të moderuara të yndyrnave, duke shmangur kështu në fazat e para përdorimin e medikamenteve, që siç e dim, padyshim kanë vlera shumë të mira, por kanë padyshim efekte anësore. Këtu futemi jemi në parafarmaci, nuk jemi në farmaci. Po, padyshim jemi në parafarmaci, sepse berberina është suplement, pra quhet hidroklorur berberine, por përdoret në dozat e duhur, zakonisht ndahet në 3 marrje, dhe kryesisht përdoret 500 mg pas çdo vakti, 3 herë në ditë, dhe është parë që edhe duke menaxhuar regjimin ushqimor, po edhe duke marrë berberinën njëkohësisht, kemi rregullim si të vlerave të sheqerit, kur ato janë të moderuara, pra të rritura lehtësisht, ashtu edhe të kolesterolit dhe triglicerideve. Prandaj është një suplement shumë i mirë dhe na shmang ne fillimin e terapive medikamentoze herët. Në fakt, po gjenë përdorim të shtuar të kohët e fundit. Më përpara, pse është përmendur kaq pak? Vitet e fundit, por është përmendur kaq pak se unë mendoj që edhe kjo era e mosmarrjes së medikamenteve dhe të fillimit të suplementimit më parë, pra duke u bërë pak më të ndërgjegjshëm dhe për efektet anësore të medikamenteve, kur përdoren pa kriter, se kur duhen realisht medikamente duhen përdorur, pra nuk mund, sepse s'duhet kalojmë dhe në anën tjetër të medaljes, që ne kur duhet të përdorim medikamente, ngulim këmbë që ti trajtojmë gjërat me regjim ushqimor ose me suplemente, patjetër që jo, por që në fazat para dhe kur medikamentet mund të evitohen, përdorimi i berberinës në këto raste, pikërisht në dekadën e fundit është shumë i përdorshëm, por ka edhe keq interpretime dhe keq përdorime, sidomos duke qenë se ne themi që përdoret në uljen e yndyrnave apo edhe në vlerat e moderuara të sheqerit, dhe kjo zakonisht ndodh në personat mbi peshë dhe obez, pra kur kemi një mbi peshë normale, mendohet sot që mund të përdoret shumë edhe në rënjen e peshës, dhe ka një trend të përdorimit të saj, sidomos edhe në moshat të reja, pra duke qenë se s'duan të menaxhojnë regjimin ushqimor apo duan të bien disa kile, fillojnë berberinën dhe ajo mund t'japi edhe uljet të egzageruara të sheqerit, sepse kur ne jemi në nivele normale të sheqerit, 75, 80, 90, dhe marrim berberin, mund të çojnë ato që ne i themi pike hipoglicemie, pra mund t'japi
ullje të menjëhershme të sheqerit, të cilat padyshim janë shumë të dëmshme për organizmin. Pra, edhe kjo kalimi nga një ekstrem në tjetrin, apo duke u marrë pa orientimin e mjekut, sepse ne pretendojmë që suplementet, edhe suplementet ashtu si medikamentet duhen marrë kur duhen, nuk mund të merren pa kriter. Po për sa kohë? Zakonisht përdorimi për të dhënë efektet e duhura në këto dy elementet që unë thash është përdorimi minimalisht një 3 muaj, pra 12 javë, por duhet bërë, pra duhen parë vlerat nga analizat laboratorike të këtyre elementve. Paraprakisht do bëhet trajtimi me barberin dhe pastaj do rishikohen, pra do rianalizohen yndyrnat dhe sheqeri për të parë efektet që ka dhënë. Në disa raste kombinohet dhe me atë që quhet orizi i kuq, edhe ai është suplement, pra për të potencuar, pra për të forcuar efektin kryesisht për uljen e kolesterolit. Si ky është halli se na dëgjojnë njerëz në televizor dhe shkojmë. Pra nuk mund ta marrim, po patjetër merret gjithmonë në udhëzimin e mjekut. Prandaj unë thash. Pra bëj analizat, më vesh çka ke. Do bëhen analizat dhe mjeku që ndjek edhe si kur pacienti të ketë lexuar për barberinën, se patjetër sot njerëzit janë të mirë informuar dhe mund t'i bëjmë pyetje mjekut, nuk është kompleks t'i bësh pyetje mjekut, por do vendosi mjeku nëse duhet filluar barberina apo duhet filluar medikamenti. Sepse sot njerëzit po drejtohen vetë drejt farmacive, po njerëzit drejtohen marrin dhe antibiotikun pa kriter, jo më suplementet. Pra, gjithmonë orientimi duhet nga mjeku edhe në formën e suplementeve, sepse nuk duhen marrë atyre kur nuk duhen, apo kur nuk e japin dot efektin. Edhe për diabetin duke se ishte magjik. Po, pra edhe për diabetin është magjik në fazat e para, dhe kur mjeku mendon që do t'i jap metforminën apo medikamentet e tjera orale, apo mund ta startoj me barberinën. Por edhe kjo bëhet nën këshillën e mjekut. Do të thonë, unë e ritheksoj gjithmonë, sepse njerëzit duke qenë se mendojnë që duke marrë një suplement, si jam smur, apo këtë problematikën e fillimit, kështu që padyshim duhet orientimi i mjekut të shumë thelbësor edhe në këtë. Kështu që nuk mund të themi një pacient diabetik nuk mund të lërë sot ilaçet e diabetit dhe të filloj barberinën. Pra, është mjeku që e ka vendosur të marrë medikamentin. Aman, nëse jemi në stadet e para të prishjes së tolerancës nga sheqernat, pra nga karbohidratet, mjeku mund të valutoj edhe dhënien e barberinës nëse ajo do bëj efektin e duhur. Me qëra fjala, ndoshta doktoresha e ka dëgjuar ose është ndjeni, besoj, në Gjermani ka dalë një kur e cila mendohet që do t'i jap fund diabetit, edhe tipit parë dhe tipit dytë është bët një injekcion, koleg, i cili lejon pankreasit të prodhojë insulinë cilësore, dhe për personat që kanë ndjeshmëri insulinike, pra që nuk lejon çdo lloj insuline që të pusë glukosën. Një injekcion i vetëm për të stabilizuar insulinën dhe kryesisht për të stabilizuar përgjigjen e receptorëve nga insulinës. Se ky është problemi, ndërkohë që në Amerikë ofrojnë për $40,000, Gjermania ka vendosur që ta ofrojë falas për diabetikët. Dhe është hapi i parë, ka përshtypjen një zgjidhjes kësaj sëmundje. Sot po bëhet domethënë po bëhen kërkime dhe po studiohet shumë për diabetin, sepse pikërisht ky keq menaxhimi i stilit të jetës me mbipeshën dhe obezitet ka bërë që projekcionet për diabetin edhe të tipit parë, po edhe të tipit të dytë, të rriten shumë. Janë rritur me dekada, por mendohen që të rriten akoma më shumë dhe sot është fokusuar. Europa tani ka filluar një projekt ku do të ofroj falas për fëmijët 2, 4 dhe 6 vjeç, bërjen e disa markuzve indirekt për të parë që në moshë të vogël nëse kanë ose jo prirje për të bërë diabet të tipit parë. Pra, po fokusohet shumë mjekësia për të parë parandalimin e diabetit, por edhe trajtimin e tij, sepse projekcionet pikërisht për shkak të keq ushqyerjes dhe stilit të jetës na tregojnë që shifrat janë alarmante edhe në të ardhmen. Nëse ndodh kjo që thotë kolegu, i thoni ju, doktoresha, atëherë zgjidhet një nga hallet më të mëdha i ka njerëzimit. Është pandemia më e madhe e vazhdueshme, gati 10% e popullsisë ka probleme direkt apo jo. Dhe që kanë bën me stilin e jetës kryesisht. Padyshim sot ne thoshim që diabeti tipit parë deri para disa vitesh është
me natyrë gjenetike, po sot fatkeqësisht një pjesë e madhe e diabetit të tipit parë po shikohet që vjen në fakt nga stili i jetës. Kështu që pikërisht edhe ky nxjerrja e këtyre shënuzve apo markerave për të parë prirjen për të pasur diabet të tipit parë tek fëmijët, me këtë projekt të Komunitetit Evropian është shumë i rëndësishëm për ta parandaluar këtë, por edhe ky trajtimi për të prodhuar insulinën dhe përgjigjen e receptorëve në mënyrë cilësore tek persona diabetik. Dhe me që jemi tek e ngrëna, do të zhvendosemi në SBA, ku përpara disa ditëve u prezantua piramida e re ushqimore. E përmbysur, ku si fillim vinin mishi i kuq, djathi, pulmeti, pastaj proteina. Këto që na keni thonë mos me i hongër, do më thënë tani... Në fakt, unë do të thoshaj që së pari erdhin një plus është që po na vjen një piramid e re. Pra prej vitesh piramida kishte ngelur në stagnacion që nga vitet 90, pastaj kaloi në ato pjatën tradicionale. Piramida e përmbysur ka pluset dhe minuset e veta. Unë do t'isha pak e kujdesshme, do thosha që ka pluset dhe minuset, po, së pari fokusohet dhe e detajon që eliminimin e ushqimeve të procesuara dhe fast foodi, junk foodi, që është një nga problemet më dha me heqja e shtesave ëmbëlsuesve, është fokusuar në proteinat, pra ajo që ka dominuar në këtë piramidë është që duhet rritur në mënyrë signifikante përqindja e proteinave në regjimin ushqimor dhe kjo është e drejtë. Prandaj është futur mishi. Prandaj është futur mishi, por me pluset dhe minuset e veta, sepse SBA-ja ka, përveç Europës, edhe SBA-ja ka një numër të konsiderueshëm studimesh sidomos mbi mishin e kuq për problematikat shëndetësore që jep ai kur merret me shumicë, kështu që tek mishi i kuq dhe tek produktet e bulmetit ka një, po themi, një shpjegim të egzageruar dhe një vënie aty të egzageruar, sepse ka studime të mirëfillta jo të fundit, po të 2-3 dekadave të fundit të lidhjes së bulmetrave, kryesisht me kancerin e gjirit. Piramidën e ka bërë administrata Trump, edhe ta ka parasysh fermat e prodhimit mishit më tepër se sa. Po, unë mendoj që padyshim ajo ka vlera për të sistemuar stilin e jetës, po ka edhe problematika kryesisht e proteinat shtazore dhe tek bulmetrat. Bulmetrat, sidomos për moshën e mesme, kanë disa aminoacide të cilat rrisin inflamacionin. Kështu që ne prandaj kemi thënë që bulmetrat janë shumë të mira për në moshën fëminore por me rritjen e moshës produktet marrja egzageruar e bulmetrave, por sidomos edhe mishit kuq, sepse ne themi mishin e kuq, e themi rritja, por kalimi pastaj i mishit kuq në mishra të procesuar, se Amerika nuk është vendi i po themi i ushqimit bio dhe është vendi i ushqimit të procesuar, e mishi mban kampion në ushqimet e procesuar në formën e sallamrave dhe gjithë produkteve të tjera të mishit të procesuar, i cili është realisht shumë i dëmshëm. Megjithatë, në piramidë janë futur perimet, janë futur shumë frutat, dhe është thënë që ulja, është thënë që ulja e ushqimeve të procesuara dhe futja e yndyrnave të shëndetshme, duke dhënë fokusin tek vaji i ullirit, tek frutat e thata, por që ka padyshim kjo piramide edhe tek minuset e veta, dhe unë mendoj që nuk është shpjeguar shumë shkencërisht, është shpjeguar më shumë në atë hovin e fjalimeve. Kjo është politike më tepër se shkencore. Politike, ashtu si që doli paracetamoli që u bëje honë, që je probleme në shtatzani, që dihej në dekada që jepte probleme në shtatzani, nuk është se ishte re. Kanë edhe gjëra tjera. Që kanë edhe element politik. Kjo politika e re, ndaj vaksinave, dhe mund tjetë. Gjithsesi ne kemi dietën tonë mesdhetare, dieta jonë mesdhetare, mos projektohet në asnjë piramidë. Padyshim, por proteinat bimore janë proteina shumë të mira, të cilat japin realisht efekte shumë pozitive në organizëm dhe nuk janë asnjëherë teorike. Prandaj nana do bëj grosh sot.
Po. Kështu që janë... Se është periuda e vitit që duhet hamë... Periuda e ftohtë e vitit. E legumeve. E legumeve, pa dyshim, legumeve të thata, që janë shumë të mira. Sa të mira dhe ato qiqrat. Qiqrat. Me pak spinaq, pak kungull. Po. Qiqrat, po edhe thjerëzat. Po edhe thjerëzat janë shumë të mira. Në disa... Bizelet. Për shembull, ka persona që për shkak të lëkurës që kanë legumet, mund të kenë kështu problematika në tretje, dhe mund të zëvendësohen shumë mirë me thjerëzat, sepse janë më të... Këto vathët si ne zhduk shumë, ne nuk kam idenë që nuk përëdhojmë, nuk jemi më... Në pranver i gjej, unë i gjej më të fresta. Po pak, shumë, nuk është se ka ndonjë. Në Itali gjenë shumë, po. Në Itali gjenë mirë. Gjenë edhe në loj, në forme mjellër është më dinë. Po edhe Shqipëri janë më pak, kemi më pak. Me gjitha të, piramida e re unë mendoj që ka nevoj për shpjegim dhe ka nevoj për një ristrukturim dhe mendoj prandaj them që nuk është shumë shkencore, është më shumë politike. Por gjithsesi është... Edhe është më shumë për Amerikanët se sa... Por gjithsesi është një përpjekje në fakt në Amerikë për të ndryshuar stilin e jetës. Qofse e gjindorë nga gjatë. Ka keqja më e vogël. Pra, midis dy të këqijave zgjedhin më të voglën. Po. Doktoresha, faleminderit shumë. Faleminderit. Je shumë e mirë. Faleminderit. Ne hikim tani? Ne po, ti jo, se ti jatje lartë. Po këtu e hikim kolegë, se nuk është mirë. A hikim bashkë kolegë? Njësur, se do të do qemi nesër javë të mbarë dhe vishu një trash. Sidomos ju dhe Rakipi.